Frontline, zënja Kucaçi, pse duhet të votojnë alternativën që ju keni? Pse jeni ju më mirë se sa alternativat e tjera dhe partitë e vjetra? Sepse besueshmëria te publiku, tek mua si person, mendoj se është më e madhe, për arsye se unë kam 20 vjet që kam punuar për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve pa pas asnjë interes të shkëmbim. Në ndryshim nga politika që gjithmonë ka bërë pazare në kurrizë të shqiptarëve. E para, e dyta, garancia që jam i personi arsimuar, i mirë arsimuar, si juriste, si profesore qeverisjes njoh shumë mirë shtetin, si historiane njoh të gjithë hallet që kanë shqiptarët, dhe kjo do të ishte një garanci për Shqipërinë që nesër do të isha aty për njerëzit e mi në ditët për të bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar, për arsye se në moment që ti njeh shkurën e vendit tënd, sigurisht që kjo të dhimbset dhe ti nuk do që të përsëritet më ato eksperiencat të shkurës që janë negative, por kërkon që për momentit të kesh një Shqipëri më të mirë, dhe unë nuk mendoj vetëm për atë, unë mendoj dhe pasi unë mos t'jem më, të kemi krijuar një klasë politike, meritokratike dhe patriotike, e cila duhet të trashëgojë dhe qeverisë Shqipërinë. Pra ky është misioni im politik është ky. Nuk kam qenë asnjëherë një tip që bret pas pushtetit, siç mund të jenë klasa politike tradicionale shqiptare, por kam qenë gjithmonë që unë ta shikoj pushtetin në këtë moment si një formë me anë të cilës unë të ndihmoj Shqipërinë. Pra të jap kontributin tim për Shqipërinë. Kjo është e gjitha. A KSH-ja është numri? Numri 7 në fletën e votimit, dhe ju ftoj të gjithë që ata që na besojnë dhe na kanë besim që të votojnë numri 7 AKSH-n. Kjo është e mjaftueshme në fletën e votimit, por mund të votojnë edhe ndonjë kandidat që ato duan, po të njëjtës kolon të shtatës, por më e mira dhe më e sigurta është të votojnë tek shtata AKSH, Aleanca Kombëtare Shqiptare, e cila është një parti që i don shqiptarët përtej partive, përtej fesë, përtej krahinave, dhe këtu ku jemi, ne nuk kemi absolutisht asnjë ndasi personale, urrejtje ndaj shqiptarëve të partive siç ka bërë partitë e tjera. Dhe si në mesin e politikës ju jeni e qendrës, e djathtë, e majt, të qendrës, dhe duke qenë e vetmja femër në politikë dhe në këto zgjedhje në të paktën 11 në fletë votimi, mesazhi im për politikën mashkullore shqiptare është që nuk duhet të jenë kaq agresiv, do të jenë pak më të butë, sepse njerëzit janë lodhur me këtë agresivitet, do të japim modele edukimi për qytetarët, do të japim modele përgjegjshmërie, programi dhe një politike të re për qytetarët, dhe nga ana tjetër kërkoj gjithashtu me kuptimin e mediave, por edhe të rrjeteve sociale, që mua mos më bëjnë që të ndihem e diskriminuar dhe e përjashtuar, si nga sondazhe, por edhe nga media, sepse e kam ndier këtë gjë që një pjesë e mediave nuk më përfshin, edhe pse jam fletën e votimit, dhe kjo është në fakt është më duhet që të ndihem shumë keq, madje edhe në sondazhe, jo, unë jam, po kur s'më thërisni ju s'kam se si t'jem. Jo, në Frontline keni qenë disa herë, kështu që... Jo, tek ju, po flas për të tjerë, edhe nga gjithë, se është duke u monitoruar situata, nga institucionet që janë posaçme për këtë, është e vërtetur që vetëm 14% e femrave të politikës përfshihen në debate televizive politike, dhe 86% e skenës mediatike politike dominohet nga meshkuj shërgji, të cilët nuk mund të jenë e ardhmja e Shqipërisë. Shqiptarët duhet fillojnë të shikojnë të hedhin syt nga femrat në politikë, femrat me dinjitet, flas femra të cilat kanë arsim dhe që mund të shpëtojnë Shqipërinë, sepse të paktën unë Shqipërinë e shikoj si shtëpinë time, dhe shqiptarët i shikojnë si kur janë familja ime. Po dhe ne shërgjit shqiptar jemi, kështu që... Të lutem Skerdi. Tupi, jo, nuk mund të rinte pa folur edhe kjo. Tupi, pse djathtas për zhvillim? E para punës, sepse ne mendojmë që ajo që ka munguar në Shqipëri ka qenë një politikë e qartë e djathtë. Ajo që Partia Demokratike dështoi në 34 vite që ndërtonte djathtën shqiptare. Por u përpoq ta bënte me hope, po dështoi në mënyrë spektakolare, nga 91 me ligjin për pronat, me veprimet për ndjekurit persekutorit politik, me çështjet e ekonomisë, tregut dhe konkurrencës, dhe një parti që nuk arrin të prodhoj konkurrencë brenda saj nuk mund të prodhoj konkurrencë dhe nuk mund të prodhoj treg. Ky ishte ideja. Po, por kemi dy faktorë që kanë qenë të provuar në politikë. Mendoni që do të sjellin diçka të re, si Ali Beja, si zoti... Ju keni tendencën të fokusoni ke këto dy faktorë. Por kemi zotin Kulluri, kemi juve që dhe ju jeni një ekspert shumë i mirë i çështjeve zgjedhore dhe i politikës. Por për emrat e tjerë... Ke zonën Zodaj dhe zonën Devolli, njëra në Fier tjetër në Durrës, ke zonën Agalliu në Vlorë, ke zonën Lezi në Tiranë. Patjetër, po flas për emrat. Por megjithatë janë emra që kanë pasur një politik, ka një background politik. Kanë pasur një background, dhe kjo, por çfarë tregon background? Kanë një eksperiencë caktuar. Dhe ne ndryshe nga gjithë grupimit kemi funksionuar si grup
Se ne kemi ardhur në zgjedhje si ekip, nuk kemi ardhur Kolegjal, po, ju jeni vetëm parti që e keni këtë duket. Nuk ka lidhje, edhe ndërtimi i koalicionit është bërë, ndërtimi i koalicionit është bërë ne si ekip, po dalim dhe po hyjmë në zgjedhje për të provuar dhe për të nxjerrur. Dhe përveç këtyre që do të themi që janë figura me eksperiencë, ka edhe një numër të madh të rinjsh që duan dhe të hynë, thënë, kur kemi ndërtuar listat, prandaj ju thash para për listat shëndetësishme. Nuk kemi ndërtuar listat vetëm me personazhe, kemi ndërtuar listat edhe me njerëz që ishin trime që duhet fillojnë të hyjnë në politikë. Dhe për të thënë atë shprehjen se kemi shprehje që kemi shumë qef, e përdorim, thënë, kur gjithçka shkon keq, do të shkon majtas, ti duhet votosh djathtas. Kështu që votoni 9-ën është zgjidhja më e mirë për ta vënë Shqipërinë. Okej, numri 9 jeni në fletën e votimit. Në rregull. Zoti Premçi? Alternativa Koalicioni Euroatlantik është një alternativë e pastër, e pastruar nga të gjithë ata që donin ta vjelin vulën e partisë edhe partinë, dhe që vrapuan për të u strehuar në për dyrë dhe dritare e kasolle vetëm për të bërë parti. Dhe kemi mua këtë. Jo, nuk kam dëgjuar me ju, kam dëgjuar me të gjithë ata që e braktisën partinë në ditët më të vështira. Partisë Lullin Bashkë, se partia s'ekziston. Partinë. Tani të lutem shumë, është një proces, ju jeni juristë edhe s'keni pse flisni kështu. Unë nuk të bëra komente kur ju i thirrët. Po sepse unë nuk... Të lutem. Çfarë numri e Atlantikët, zoti Premçi? Është numri 4. Po. Dhe i ftoj gjithë shqiptarët ta votojnë. Tek numri 4 nuk ka subjekte të SPAK-ut dhe të GKK-s. Okej, kjo është kartela juaj. Madje partia, Koalicioni Euroatlantik, e mbështet me fanatizëm dhe mënyrë stoike drejtsinë e re për ta pastruar politikën dhe qeverinë shqiptare nga të gjithë ata që kanë grabitur pa mëshirë shqiptarët, dhe në raportin e djeshëm e kishte vendi që ishin më i varfër dhe më të palumturit në botë, në sajt të qeverisjes që kanë afruar dinosaurit e politikës që sot fshehin dashurinë që kanë mes tyre, dhe dashuria mes tyre i ka bërë gropën shqiptarëve. Ndaj, votoni 4-ën për një Shqipëri të pastër nga hajdutët. E qartë. Dhuli. Zgjedhjet do i fitoj Partia Demokratike, kështu që çfarë thanë zotrinjt, shumë respekt për ta, bashkë me zonjën, po nuk vlejnë. Në 12 maj, zgjedhjet i fiton Partia Demokratike, Edi Rama shkon në opozitë. Okej, dhe i bindur jap, të paktën për rezultatin jam i bindur. Keni ju ka Dera e hapur e Partisë Demokratike, të paktën për rezultatin jam i sigurt. A këtu do mblesh përgjigje tash? Nuk kemi në sekonda. Ka 30 sekonda përgjigjen. 30 mëngjesit. Do kisha ardhur me shumë qejf nëse Partia Demokratike do ishte Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike është partia e Sali Berishës, zoti i dashur. Partia Demokratike ka defrokatur. Po nëse është kështu dhe ka qenë. Nuk ka më sekonda. Nuk ka më sekonda. Ashtu dhe ka qenë. Po atëherë pse kemi qenë bashkë nëse ka qenë ashtu? Po kush të lën ti ta hapish derën vetëm për rezultatin? Mos e filloni. Floger, të lutem, një këshill, çfarë do t'i sugjeroje miqësisht edhe nga ana mediatike partive të reja, alternativave të reja, me 10 sekonda. Partive të reja, të trejave një lloj dhe të tjerave që s'janë këtu, është e para dhe e fundit pa para si këshill. Vazhdoni siç jeni, mos u kompleksoni kur thoni jeni veglat këtit apo tatit, sepse i vetmi shans që të rrezohet Edi Rama është që ju të bëni rotacionin e opozitës një herë, dhe duke bërë rotacionin të opozitës duke qenë